Mbrëmja kishte zbritur ngadalë mbi fshatin e vogël pranë lumit, një vend ku zërat pëshpëritës udhëtonin më shpejt se era. Në oborin e shtëpisë së madhe dykatëshe të familjes Hoxha, një heshtje e rëndë qëndronte pezull si hije. Bakiret, vjera 62 vjeçare, po qëndronte te dera me duart në bel, fytyrë ngrysur dhe sy që shponin errësirën. Ajo nuk ishte grua e butë, asnjëherë s'kishte qenë. Ishte rritur me bindjen se në shtëpi komandonte ajo që kishte vuajtur më shumë, dhe ajo, sipas vetes, kishte vuajtur sa 10 të tjerë bashkë. Në dhomën e brendshme, Emma, nusja 30 vjeçare, po mblidhte enët e darkës. Duart I dridheshin, por përpiqej mos ta lëshonte veten. Që prej ditës së parë që kishte hyrë në atë shtëpi, kishte kuptuar se marrëdhënia me vjehrën nuk do të ishte kurrë e lehtë. Por ajo nuk e kishte menduar kurrë se do të arrinte në këtë pikë. Burri I saj, Arjani, nuk ishte aty. Punonte natën, shofer kamioni. Largimet e tij e linin Emën vetëm përballë nënës së tij, një grua që e shihte nusën si pushtuese të territorit, dashurinë e të birit dhe të gjithë kontrollin që mendonte se I takonte. Emma mori frymë thellë, nuk dua sherr, pëshpëriti me vete. Vetëm të mbaroj punët dhe të shkoj lart, por para se të mbaronte mendimin, dera e kuzhinës u hap me forcë. Bakiret u fut me një shikim që paralajmëronte stuhin. "Ç'është kjo supë që ke bërë?" "Më shumë ujë se shije," tha ajo me zë që I mbushi muret. Emma qëndroi e heshtur, "Po s'ke dorë fare moj vajzë. Edhe nënën tënde se pas ke pasur të zonjën, se s'të ka mësuar gjë." Pikërisht ajo fjali ia goditi zemrën Emës. Ajo ngriti syt ngadalë, "Ju lutem, zonja Bakire, mos e përmendni maman." "S'ka pse, po pse të mos e përmend?" shpërtheu gruaja, duke ju afruar. "Ti më sjell këtë ushqim të ftohtë dhe mendon se do të rri urt. Ti më ke prishur djalin, moj. Më ke larguar nga djali im." Emma u afrua te lavamani, duke përkulur kokën. Lotët po I ngjiteshin në sy, por ajo luftonte t'i mbante. Bakiret pa që nusja po përpiqej të shmangte konfliktin, gjë që vetëm e irritonte më shumë. "Më fol kur të flas." I bërtiti ajo, duke goditur tavolinën me dorë. Gotat mbi të u drodhen lehtë. Emma mori frymë thellë, e lodhur, e raskapitur nga muaj të tërë fyrjesh të heshtura, komenteve therse, shikimeve përçmuese. "Nuk po ju kundërshtoj, zonja Bakire. Vetëm jam lodhur." Shumë lodhur, fjala lodhur ndezi një urrejtje të lashtë brenda vjehrës, një ndjesi që ajo e ushqente prej kohësh, frika nga zëvendësimi. Ajo e pa Emën jo si vajzën e shtëpisë, por si kërcënim. "Lodhesh ti? Pse lodhesh ti?" Ju afrua pranë fytyrës. "Të bezdis që jam gjallë? E po më fal se s'kam ndërmend të vdes sa për qefin tënd." Emma ngriti syt, të mbushur me pikëllim. Asnjëherë s'më ka shkuar ndërmend ajo gjë, por Bakiret nuk e dëgjoi. Ajo ngriti gotën e ujit që ndodhej mbi tavolinë dhe, me një shpërthim të papritur nervash, e goditi me forcë kokën e Emës. Kras, zëri I qelçit që përplasej mbi kock u përzie me një rënkim të mbytur. Emma u shty pas, duart në kokë. Një vijë e hollë gjaku filloi t'i zbriste ngadalë mbi vetull. "Ua!" Pshërtiu ajo e mpir. Ngjarja ndodhi aq shpejt, sa që për disa sekonda mbeti vetëm heshtje. Gota u thye në tokë, copat e qelçit u shpërndan, disa u ngulën në dysheme sigjil për atë vogla, dhe atëherë, si të kishte bërë diçka të zakonshme. Bakiret u kthye mbrapa, por fytyra I kishte ndryshuar. Rrudhat I ishin tendosur, syt I ishin errësuar, dhe diçka e ngjashme me frikën kishte filluar t'i përdridhej buzën. Emma lëvizi ngadalë dorën, e preku gjakun. "Pse? Pse më goditët?" Gati përshpëriti, vjehra u përpoq të mbahej e fortë, se ajo nuk gjeti fjalë. Se çfarë? Se nuk e donte, se e shite si armike, se I dukej sikur I humbte pushtetin. Në vend të përgjigjes, ajo ngriti zërin përsëri. Megjithse zëri po I dridhej, "Mos bërtit. Mos qaj. Mos bëj viktimën." Emma ishte ulur në dysheme, gjak e lot të përzira. "Ju lutem. Mos." Dera e oborrit u hap papritur. Një zë mashkullor shpërtheu. "Mami? Çfarë po bën?" Ishte vëllai I Arjanit, Diti, I cili jetonte në shtëpinë ngjitur dhe kishte ardhur të merrte një mjet që kishte harruar.
Ai qëndroi ngrirë në vend kur pa pamjen, emën në dy sheme, gjak në ball, gotë dhe thyrë përreth. Çfarë keni bërë? U lëriti ai, duke u afruar me vrap, Bakiret e shtangur, u mundua të bënte sikur s'kishte ndodhur asgjë, s'është ashtu, diti. Ajo më provokoi, ti e godite. Bërtiti ai. A e kupton çfarë ke bërë? A e kupton? Ema ngriti fytyrën, me sy të mbytur në lodh. Ajo nuk foli. Nuk mundej, në atë moment, në sytë e Dirit kishte vetëm një gjë, turp dhe zemërim. Kjo duhet të ndalet, mami. Kjo nuk është normale, Bakiret kundërshtoi, ajo po ma kthen djalin kundër. Po më shkatëron familjen. Ti s'kupton gjë, por Diti rrotulloi kokën me neveri, jo. Ti po shkatëron gjithçka. Ai e ndihmoi emën të ngrihej, i vuri një pecet në ball për t'i ndalur gjakun, të çojë në spital, i tha qetë, por me një zë që dridhej nga zemërimi. Sytë e emës u mbushën me falënderim të heshtur. Bakiret doli jashtë, duke fishkëlluar në përdhëm si për t'u justifikuar me veten. Por ndërsa dera u përplas, ajo ul në shkallë, e mbytur nga një frymëmarrje e rëndë, sikur nuk e besonte as vetë çfarë kishte bërë. Dhe për herë të parë në shumë vite, ajo filloi të dridhej. Dita tjetër erdhi e ngarkuar me zhurma të heshtura. Era e ftohtë që vinte nga lumi sillte një aromë të çuditshme, një përzierje lagështie dhe frike. Emën e dërguan në spital me një hematom të rëndë në ballë dhe disa gërvishtje të lehta në fytyrë, por fatmirësisht gjendja e saj nuk ishte kërcënuese për jetën. Megjithatë, ajo ishte e shokuar dhe shpirtërisht e thyer. Ariani nuk kishte marrë vesh menjëherë ngjarjen. Kur mbërriti në shtëpi në mbrëmje, pas turnit të gjatë, pa copat e gotave të thyer dhe gjurmët e hapave të shqetësuar në obor, një ndjesi e keqe i pushtoi barkun. Çfarë ka ndodhur këtu? Pyeti me zë të ngjirur, duke u përballur me Ditin që priste në dhomën e ndenjes, mami. Ajo. Filloi Diti, por zëri i tij mbeti pezull, flisni drejt. Tha Ariani, duke u afruar dhe duke shikuar me sytë dhe mëdhenj. Bakiret e goditi emën me godë, shpërtheu Diti. Ajo ka gjak në ball. Ema është në spital. Ariani u ngrit menjëherë. Zemra i rritë fort, ndërsa mendja i fluturonte në për momente të ndryshme. Ai kishte dyshuar tensionin mes nënës dhe gruas së tij, por kur nuk kishte menduar se do të arrinte në këtë pikë. Çfarë? Bërtiti ai dhe vrapoi drejt makinës së tij. Nuk e di se çfarë të bëj me këtë. Në spital, Ema po përpiqej të mbante qetësinë. Dhoma ishte e thjeshtë, me dritare të mëdha që lejonin diellin dimëror të ndriçonte. Infermierët e mjekët po kontrollonin çdo shenjë të goditjes. Ariani mbërriti disa minuta më vonë, fytyrë e skuqur dhe duar të dridhura. Ema, tha ai duke u ulur pranë saj dhe duke i marrë dorën. Më vjen keq që nuk isha këtu, nuk është faji juaj, Arian. Pshërtiu ajo, por lotët filluan të rrjedhin. Nuk di si ta përballoj këtë, Ariani e përqafoi fort, duke ndjerë një ndjesi pa fuqie. Ai nuk mund të besonte se Ema, gruaja që kishte dashur dhe respektoi gjithë jetën, kishte bërë diçka kaq të dhunshme. Në atë moment, një mendim i errët u shfaq në kokën e tij. Çfarë kishte nxitur Bakiretin të bënte këtë? A ishte thjesht zemërimi i gruas që ndjente kërcënimin ndaj pushtetit të saj në familje? Apo diçka më e thellë, një sekret i fshehur nga e kaluara? Ndërkohë, Bakiret ishte në shtëpi, ulur në dhomën e saj të errët, duke mbajtur duart mbi gjunjë dhe duke u përpjekur të mbante frymën. Një ndjesi e pazakont frike po i zinte shpirtin. Ajo nuk e priste që veprimi i saj do të sillte reagim kaq të fortë, policinë nëse do të njoftoheshin, dhe zemërimin e burrit të djalit. Për shumë vite, Bakiret kishte mbajtur sekretet e veta. Ishte rritur në një familje ku dhuna ishte pjesë e çdo marrëdhënieje dhe ajo e kishte parë atë si mënyrën e vetme për të mbajtur kontrollin. Por tani, shikimi i Emës të shtrirë në gjak, i tregonte se e kaluara e saj po e kapte për fyti. Në këtë heshtje, një telefonat e papritur nga komshia e vjetër e shtëpisë të shqetësoi. Ajo po fliste për incidentin dhe fjalët e saj po përhapen si rrufe në fshat. Lajmi kishte marrë flak dhe të gjithë fshati tashmë e dinte. Kjo nuk mund të qëndrojë kështu, tha Bakiret me vete.
Ata do të më çojnë në burg, por një ndjenjë tjetër filloi të rritet brenda saj, krenaria. Ajo ndjeu se nuk kishte bërë diçka të gabuar. Sipas saj, Emma kishte ardhur për të marrë gjithçka që i takonte asaj dhe ajo kishte vepruar vetëm për të mbrojtur vendin e saj. Në spital, Ariani dhe Diti po diskutonin planin, duhet të njoftojmë policinë. Tha Diti. Nuk mund të lejojmë këtë të kalojë pa u ndëshkuar, nuk e di. Përgjigjej Ariani i shqetësuar. Por Emma është mirë tani dhe nuk dua të prish familjen më shumë. Por gjithçka ka një kufi. Në atë moment, Emma, e lodhur dhe e pikëlluar, foli për herë të parë qartë, nuk dua të bëj asgjë që mund ta dëmtoj familjen tuaj, por nuk mund të hesh për këtë. Nuk është normale që gruaja juaj të më godas. Ariani e mori dorën e saj dhe e përqafoi. Ai e kuptoi se situata ishte shumë më komplekse se sa kishte menduar. Nuk ishte vetëm dhuna, ishte një problem i rrënjosur në marrëdhëniet e tyre të brendshme, në zakonet dhe sekretet e fshehura të familjes. Dhe ndërsa nata binte përsëri mbi fshat, diçka po ndryshonte në familjen Hoxha. Fshati po fliste, duke bërë thashetheme që do të mbushnin javë të tëra. Vjehra po ndjente presionin, duke u përballur për herë të parë me ndjenjën e frikës reale. Nusja po rikuperohej, por shpirti i saj nuk do të harronte kurrë atë natë. Burri po përpiqej të bashkonte dy botë që tashmë ishin duke u përplasur. Një stujë e brendshme po ndodhte, dhe askush nuk e dinte se cila do të shpërthente më parë, ajo e zemërimit të vjehrës, hakmarrja e fshehur e Ditis, apo ndjenja e humbjes dhe dhimbjes së Emës. Në pjesën 3, drama do të shkojë edhe më tej. Bakiret përballet me kërcënimin ligjor dhe presionin e fshatit. Emma vendos të marrë kontrollin mbi jetën e saj, duke sfiduar familjen e burrit. Sekretet të fshehura të së kaluar së Bakiret dalin në dritë, duke shpjeguar motivet e saj të errëta. Marrëdhënia Arian, Emma përballet me tensionin maksimal, dashuria e tyre do të vihet në provë. Dita e tretë pas incidentit kishte sjellë një qetësi të rreme. Në fshat, njerëzit flisnin nëse do të kishte arrestime, nëse emri i familjes Hoxha do të njollosej përfundimisht dhe mbi të gjitha, përse një vjehrë mund të kishte vepruar kaq dhunshëm ndaj nusës së djalit të saj, në shtëpinë e madhe. Tensioni ishte i padurueshëm. Ariani qëndronte në dhomën e ndenjes, duke shikuar copat e thyer të gotave që ende mbeteshin mbi dy sheme. Ai përpiqej të kuptonte se si familja e tij ishte shpërndarë në dy botë. Ajo e nënës së tij, e cila nuk pranoi kurrë ndarjen e pushtetit, dhe ajo e gruas së tij, e cila po përpiqej të mbante integritetin dhe dinjitetin. Emma ishte rikuperuar mjaftueshëm për të qëndruar ulur në dhomë, por ende i dridhej trupi nga trauma dhe stresi. Duart e saj ishin të ndjera dhe syri i saj i shite çdo hap të vjehrës si një kërcënim. Arian, filloi ajo, me zë të qetë, por të vendosur. Nuk mund të vazhdojmë kështu. Nuk mund të jetoj duke pasur frikë nga gruaja jote. Ariani e mori dorën e saj dhe e shikoi thellë në sy. Emma. Unë nuk e di se çfarë të them. Dua të jem me ty, por nuk mund ta ndryshoj nënën time. Atë nuk mund ta ndryshosh kurrë, tha ajo. Dhe unë nuk mund të rri këtu dhe të pres që një ditë të më godas përsëri. Fjalët e saj ishin të qarta. Ajo vendoste kufi, por ata nuk ishin vetëm për vete, por edhe për Arianin dhe për të ardhmen e tyre. Në atë moment, një zhurmë e fortë në obor i bëri të gjithë të dridhen. Disa policë hynë në obor, duke u identifikuar menjëherë. Ariani mbeti i shtangur, ndërsa Bakiret ngriti duart në shenjë mbrojtjeje. Zonja Bakire, ju jeni e dyshuar për dhunë ndaj nusës suaj, tha polici me një ton të rreptë. Do të duhet të na ndiqni në stacion për pyetje. Bakiret ngriti syt, e shtangur. Zemra i rrite fort. E gjithë e kaluara, e fshehura dhe e dhunshme, po i dilte përpara në këtë moment, por ajo më provokoi. Bërtiti ajo. Nuk kam bërë gjë të gabuar. Polici e pa me qetësi, veprimi i dhunës është i ndaluar ligjërisht, zonja. Nuk ka justifikim. Emma, që qëndronte pas tyre, ndjeu një peshë të madhe të largohej. Drejtësia po vinte, por një pjesë e saj ishte e shqetësuar për pasojat që kjo mund të sillte për Arianin dhe familjen e tij në stacion, ndërsa Bakiret po përballej me hetuesit. Sekretet të vjetra filluan të dalin në dritë. Ajo nuk ishte vetëm një grua që godiste nusën.
Ishte rritur në një familje ku dhuna ishte mënyra për të mbajtur respekt dhe pushtet. Shumë herë kishte vuajtur në duar të forta, dhe ajo kishte mësuar të mbante gjithçka brenda, duke e shndërruar frikën dhe zemërimin në kontroll të papërshtatshëm. Hetuesit dëgjuan me kujdes. Pak nga pak, motivet e vërteta dolën në dritë. Bakiret kishte frikë se Ema po merrte vendin e saj në zemrën e djalit. Ajo ndjeu tradhti kur Arjani filloi të bëhej i pavarur dhe i respektueshëm ndaj Nusës. Një histori e fshehtë së kaluar së Bakiret, që përfshinte një fëmijëri të dhunshme, kishte lënë gjurmë të thella në sjelljen e saj. Ndërkohë, në shtëpi, Arjani dhe Ema po përpiqeshin të kuptonin njëri tjetrin më mirë. Ata bisedonin për të ardhmen, për respektin dhe kufit që duhej të vendosnin. Ema i tregoi Arjanit se nuk donte të humbte dashurinë, por nuk mund të qëndronte në një shtëpi ku rrezikohej nga dhuna e vjehrës. Duhet të gjejmë një mënyrë, tha ajo. Një mënyrë që të gjithë të jemi të sigurt, por që të mos shkatërrojmë familjen. Arjani e kuptoi se marrëdhënia e tyre kishte nevojë për ndryshim. Ata vendosën të vendosnin kufi të qartë, vizita të kontrolluara, respekt për njëri tjetrin dhe asnjë tolerancë ndaj dhunës. Në fshat, historia ishte bërë kryetema. Çdo familje diskutonte për incidentin, duke përzier trishtimin, zemërimin dhe kuriozitetin. Lajmi për arrestimin e Bakiret i kishte ndarë opinionet, disa e përkrahnin, disa e përbuznin. Por një gjë ishte e qartë, nuk do të kishte kthim pas. Në pjesën 4, ngjarjet do të marrin kthes dramatike dhe emocionuese. Bakiret përballet me pasojat ligjore dhe sociale. Ema fillon të ndërtojë jetën e saj, duke sfiduar stigmat e fshatit dhe presionin e vjehrës. Marrëdhënia e Arjanit me nënën dhe gruan do të testohen maksimalisht. Sekretet të tjera familjare të fshehura do të zbulojnë se dhuna nuk ishte vetëm episodi izoluar, por pjesë e një historie të gjatë të përplasjes dhe tradhtisë. Ditët pas arrestimit të Bakiret ishin të mbushura me tension të madh. Fshati kishte shpërthyer në thashetheme. Disa mbështesnin veprimin e vjehrës, duke e parë si mbrojtje të familjes, të tjerë e dënonin pa mëshirë, duke e quajtur dhunë të papranueshme. Arjani dhe Ema ndiheshin të tërhequr midis botës së jashtme dhe botës së tyre të brendshme. Duke kërkuar një mënyrë për të shpëtuar lidhjen dhe respektin mes tyre, në stacionin e policisë, Bakiret po përballej me pyetje të shumta nga hetuesit. Çdo fjalë e saj ishte e matur, por zemra i rritë fort nga frika. Ajo kishte kuptuar se nuk ishte thjesht një incident i rastit. Historia e saj e gjatë e dhunës, frikës dhe kontrollit po dilte në dritë, dhe tani kishte pasojat e saj ligjore. Zonja Bakire, tha hetuesi, duke e parë me seriozitet. Është e qartë se ky nuk ishte një episod i izoluar. Dëshmitarët thonë se ka pasur tension të vazhdueshëm dhe fyrje ndaj Nusës. Bakiret rëshiti krahët poshtë, e lodhur. Unë nuk doja. Nuk e dija. Përpiqej të justifikohej, por fjalët i humbnin. Veprimi juaj kishte pasoja serioze, zonja. Hetuesi bëri një pauzë. Dhe tani duhet të vendosni, do të bashkëpunoni me ligjin apo do të tentoni të fshehni të kaluarën tuaj? Bakiret heshti, duke ndjerë për herë të parë se e kaluara e saj po e përballonte me të tashmen. Ajo nuk mund të fshite dhimbjen, frikën dhe zemërimin e saj. Ndërkohë, në shtëpi, Arjani dhe Ema po përpiqeshin të mbanin një ambient normal për djalin e tyre të vogël, i cili nuk e kuptonte plotësisht tensionin. Ema vendosi të fliste hapur me Arjanin, nuk mund të rri këtu duke pritur që të ndodhë përsëri. Arjan. Kjo nuk është jeta që dua për fëmijën ton. Arjani e kuptoi. Ai e dinte se marrëdhënia me nënën nuk mund të vazhdonte pa kufi. Do të flas me të, Ema. Do të vendos kufi. Nuk mund të ndodhë përsëri. Kështu, ata filluan të krijonin një plan të qartë. Vizita të kontrolluara të vjehrës, komunikim i moderuar dhe asnjë tolerancë për dhunë. Sekretet e fshehura të familjes Hoxha dolën në dritë. Një fqinje e vjetër i tregoi Emës dhe Arjanit se Bakiret kishte pasur një fëmijëri shumë të vështirë, ku dhuna ishte pjesë e përditshme. Nëna e saj kishte qenë e ashpër, dhe çdo sjellje e dhunshme që Bakiret tregonte tani nuk ishte thjesht egoizëm, por një zakon i thellë i mësuar dhe i traumatizuar. Ema e kuptoi se dhuna nuk ishte shenjë e keqësisë absolute, por rezultati i një historie të gjatë dhe të dhimbshme.
Kjo e bëri atë të ndjehej më e fortë, por edhe më e qetë për të marrë vendime. Nuk mund ta ndryshojmë të kaluarën, tha ajo. Por mund të ndryshojmë të ardhmen. Në këtë kohë, bakiret filloi të ndjente izolimin social. Fshati e shikonte me mosbesim dhe përbuzje. Ajo u përball me turp, por edhe me një reflektim të brendshëm të papritur. Çfarë po bëj me jetën time? Mendoi ajo. Sa shumë dhimbje kam shkaktuar, kjo ndjenjë e papritur e vetdijes dhe pendimit e bëri të fillonte të ndryshonte brenda. Ajo filloi të pranoi përgjegjësinë, një hap i parë drejt riparimit të marrëdhënieve të shkatëruara. Emma dhe Ariani, ndërkohë, po ndërtonin një marrëdhënie të re. Ata vendosën të mos lejonin të kalonte dhuna e së kaluarës mbi të ardhmen e tyre. Për herë të parë, ata filluan të ndjejnë se dashuria e tyre mund të triumfonte mbi tensionin. Fëmia i tyre ishte një motiv shtesë. Ai meritonte një ambient të sigurt, pa frikë dhe dhunë. Do të jetë e vështirë, tha Ariani, duke e përqafuar Emën. Por së bashku mund ta bëjmë, po, përgjigjej ajo. Së bashku mund ta bëjmë. Dita e 6 pas incidentit ishte e ftohtë dhe e errët, me re të dendura që mbështillnin fshatin si një copës hekuri mbi kokë. Atmosfera ishte tensionuar deri në maksimum. Lajmet për arrestimin e Bakiret kishin mbërritur në çdo shtëpi dhe njerëzit po prisnin me kuriozitet dhe gjykim të fshehtë. Në shtëpinë e madhe Hoxha, Ariani po përpiqej të qetësonte Emën dhe fëmijën e tyre të vogël. Ai e kuptonte se marrëdhënia e tij me nënën dhe gruan po testoheshin deri në ekstrem. Nuk mund ta lejojmë që kjo të shkatërrojë jetën tonë, tha Ariani, duke përqafuar Emën. Por duhet të jemi drejt me të dyja, i drejt? E ndërpreu Emma, duke e shikuar me sytë plot vendosmëri. Nuk mund të jesh i drejt me të atin dhe i pa drejt me mua. Një grua që të do, nuk goditet në kokë nga njeriu i shtëpisë së burrit të saj. Fjalët e saj goditën Arianin thellë. Ai e kuptoi se dashuria dhe respekti nuk mund të ndaheshin. Për të qenë i drejtë, duhet të vendoste kufit dhe të mbronte dinjitetin e gruas së tij. Në stacion, Bakiret po përballej me hetuesit dhe një avokat të ri. Tensioni ishte i madh dhe çdo fjalë e thënë për të mbrojtur veten ndihej si një grusht në fytyrë nga e kaluara. Zonja Bakire, tha hetuesi, fshati është i shqetësuar. Nuk është vetëm çështje ligjore. Është çështje morali dhe respekti. A jeni e gatshme të pranoni përgjegjësinë? Bakiret u ndal për një moment. Në fytyrën e saj, e vërteta dhe pendimi u përzgjodhen, po. Tha ajo me zë të dridhur. Kam gabuar. Nuk duhet të kisha bërë këtë. Nuk dua të shkatërroj familjen, por ndonjëherë zemra e vrarë vepron më shpejt se mendja. Hetuesi shikoi me seriozitet. Pranimi i përgjegjësisë është hapi i parë. Por pasojat duhet të ekzistojnë. Bakiret rëshiti ulur në karrige, duke menduar për jetën e saj, për fëmijërinë e dhunshme, për vështirësitë, për kontrollin që kishte ushtruar mbi të tjerët për dekada. Për herë të parë ndjeu pendim të vërtetë. Në shtëpi, Emma filloi të marrë vendime për të ardhmen. Ajo kuptoi se nuk mund të rrinte më në një ambient ku dhuna ishte normale. Por ajo nuk donte të shkatëronte familjen e burrit të saj, sepse dashuria për Arianin dhe fëmijën e tyre ishte e thellë. Do të duhet të largojmë tensionin dhe të vendosim kufi, i tha Arianin. Nuk mund të ketë më dhunë. Nuk mund të ketë më frikë. Ariani e kuptoi rëndësinë e fjalëve të saj. Ata vendosën që vizitat e vjehrës të ishin të kontrolluara dhe komunikimi të bëhej vetëm në kushte të qeta dhe të respektuara. Fshati, ndërkohë, po ndiqte çdo lëvizje. Shumë njerëz po fillonin të kuptonin historinë e vërtetë të Bakiret, një grua e traumatizuar nga e kaluara, që kishte shfaqur dhunë për të mbrojtur atë që mendonte se i takonte. Por shumë të tjerë nuk e perceptuan kështu, ata shihnin vetëm gjakun dhe dhunën e natës së ftohtë. Kulmi erdhi kur Ariani mori vendimin më të vështirë. Ai shkoi në stacion për të folur me nënën. Mami, tha ai, duke e shikuar në sy. E di që ke vuajtur, e di që ke arsye për zemërimin tënd, por nuk mund të godasësh nusën time. Nuk mund të pranoj dhunë në familjen time. Bakiret uli kokën. Për herë të parë, ajo ndjeu se fuqia e saj nuk ishte absolute. E di, Arian. E di. Pshërtiu ajo. Kam gabuar. Nuk do të ndodhë përsëri. Ky moment ishte një pikë kthese.
Një njohje e vërtetë e gabimit dhe një hap drejt riparimit. Në fund, historia mbyllet me reflektim dhe shpresë. Emma dhe Ariani rikuperuan marrëdhënien e tyre, duke vendosur kufi të qartë dhe respekt. Bakiret filloi të ndryshonte brenda. Duke pranuar gabimet dhe duke kërkuar falje, fshati mësoi se nuk mund të gjykojë gjithmonë sipas dukjes dhe ngjarjeve të shkurtër. Familja Hoxha, megjithse e ndryshuar, kishte mundësinë për të rindërtuar besimin dhe dashurinë, duke mësuar se dhuna nuk sjell kurrë respekt, por vetëm dhimbje dhe ndarje, dhe kështu, nata e errët mbi fshat nuk ishte më një hije frike, por një fillim i mundshëm për një kapitull të ri, ku dashuria dhe respekti mund të triumfonin mbi zemërimin dhe dhunën.